Përshëndetje, miqtë mi. Mirë se vini në kanalin tim Teatarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Teatarot 2025. Dhe tani po bëjmë një pyetje. Do të kemi ndryshime rrënjësore në këtë lidhje? Pra, a do të vi një propozim për ndryshime rrënjësore në këtë lidhje që keni të dy? Dhe këtë do ta zbulojmë me anë të letrave tarot. Pra, shumë shpejt në jetën tuaj do të kemi një transformim rrënjësor në këtë histori, në këtë lidhje, një propozim për të ndryshuar jetën tuaj. Katra e shkopive tregon një paqe, një qetësi, një harmoni që vjen në jetën tuaj. Ky luftëtar i shkopive vjen drejt jush dhe ju sjell këtë lajm për këtë transformim. Jeni larg, ky person është larg dhe do të sjell paqe dhe qetësi në këtë histori, në këtë lidhje, sepse ti për këtë luftëtar je mbretëresha e kupës, një femër shumë e pastër nga ana shpirtërore. Në kullën tuaj ka ndodhur një thyerje, një problem. Por, ky problem ndryshon sepse vijnë lajme nga ky ushtar i shkopive, vijnë lajme, vijnë mesazhe në qiell të pastër, mesazhe pozitive, ku do të ndryshojë historia. Keni pasur probleme në çift në këtë lidhje, ulje ngritje, kupa të mbushura me njerëz pozitiv, po dhe me njerëz me maska në fytyrë, që e ndryshojnë fytyrën sipas stileve, sipas periudhave të tyre. Keni luftuar fort në betejë për të ndryshuar këtë lidhje dhe këtë perandore ju e shikoni gjithmonë në karrocën e saj për një transformim, në rrugën e saj drejt transformimit. Treshi i kupave më tregon që do të bëhet një ndryshim thelbësor, rrënjësor në jetën tuaj, për sa i përket lidhjes tuaj. Do të bëhet një propozim dhe ju do testoni këtë fitore, këtë propozim rrënjësor të bëhet për të ndryshuar historinë tuaj të dashurisë, për të bërë një ndryshim rrënjësor, një transformim të madh në këtë histori. Me kë rezonon? Me kë shojnë? Me binjakët, me gaforen, shigjetarin, akrepin, dashin, ujorin, peshoren, dashin, denin dhe peshkin. Kurse me shenjat mund të rezonoj me gërmën I, me gërmat, me gërmën I, me gërmën Y, H, L, L, T, N, D, R, O, M, K, Sh, Z, B, J. Gërma T, R, Q dhe gërma E. Faleminderit shumë, miqtë mi. Mos harroni të më bëni subscribe, like dhe një thank you zemër poshtë videos për t'ju sjell video sa më të bukura, të mbushura me energji pozitive.